Sulmi ka ndodhur dikon rreth orës 1 pas mesnatë, natën e kaluar, dikon rreth deri në ora 8:30 familja kemi qenë këtu. Pastaj sot në mëngjes më kanë kontaktuar prej policisë, edhe më kanë njoftuar që shtëpia është djegë një pjesë, fatmirësisht pjesa më e madhe ka shpëtu, po një pjesë siç edhe e keni pa është dëmtu kogja. Momentalisht policia është i kryer gjitha hetimet të shohem. Ky sulm qyqar neve nuk na ndalon, nuk na frikson, thjesht na i kanë ndezë motorët neve, i kanë ndezë motorët e institucioneve, edhe shumë ma shpejt se edhe që kemi prit, na kemi me u kthy komplet në shtëpinë tonë. Kështu që thjesht sulmi ligë, me tendenca me na friksu, po nuk kanë me arrit qëllimit. Po, prej marrjes të konfirmimit që shtëpia jonë ka me u renovu prej qeverisë, na veç kemi fillu si familje prej fundit mujit shkort, fillimit mujit mars, na efektivisht kemi fillu dhe jemi angazhu. Shpinë fillim e kemi gjetë një gjendje tepër të keqe, kemi punu pa ndërprej deri ditën e djeshme, me prind, me familjar, jemi mundu që pak a shumë një fa normalitete me kthy në borin tonë që na me shfrytzu. Pas mesnatës, dikur rreth orës 00:10 minuta, një banor i lagjës, asoj lagje në Zveçan, ka raportuar tek ne që është duke u djegur në shtëpi. Policia me njerë është përgjigjur thirrjes, ka dalë në vend ngjarjes, gjithashtu edhe zjarfiksat, cilët e kanë lokalizuar zjarrin. Për momentin janë shkaktuar dome materiale, aktualisht nuk e dim vlerën e domit, mirë po të gjitha njësitë kanë dalë në vend ngjarje, njësitë relevante dhe rasti mbetet në hetim. Pra është kontaktuar edhe prokurori kujdestar dhe rasti është mbetet iniciuar si zjarrvënie dhe është në hetime. Jo, aktualisht nuk kemi ndonjë të dyshuar, mirë po presim që hetimet të vazhdojmë me procesin e tyre.